Ardhja e Adriatik Lallës në krye të akuzës shqiptare, ashtu siç u premtua nga ai, do të sjellë ndryshime dhe ristrukturime në organizimin e punës së prokurorisë. Kështu me urdhër të tij, prokuroria e përgjithshme ka nisur kontrollin në disa prokurori të rrethave kryesore. Kjo e bazuar në një plan pune të hartuar nga kryeprokurori i ri Adriatik Lalla. Sipas këtij plani të ndërmarrë nga Drejtoria e Inspektimit, të cilës do të shtohen 6 prokurorë të ri, ku do të kontrollohen prokurit më të rëndësishme dhe marrëvajtja e punës në këto institucione. Nisma e prokurorisë së përgjithshme vjen vetëm pas një dite, ku Adriatik Lalla në një tryezë me ambasadorin amerikan Alexander Arvizu dhe ministrat kryesorë të qeverisë deklaroi se krimi i organizuar dyshohet se korrupton zyrtarët të cilët janë të ngarkuar për të hetuar krimi. Kjo nismë e organit të akuzës vjen në kuadër të luftës kundër korrupsionit brenda radhëve të prokurorëve. Adriatik Lalla në ditën e parë të tij si kryeprokuror i përgjithshëm pati deklaruar se prioriteti i detyrës së tij do të jetë lufta ndaj korrupsionit dhe rikthimi i besimit të qytetarëve në prokurorinë shqiptare. Kështu lëvizjet e fundit të bëra në prokurorinë e Tiranës dhe atë të krimeve të rënda, nisma për kontrollin e punës në prokuroritë e rrethave, janë lëvizje të cilat premtojnë zhvillime të reja në akuzën shqiptare.